Mirëmëngjesi dhe mirë se ju gjej miqtë e emisionit Faqja e Parë. Uroj që këtë ditë të bukur ta keni nisur në shoqërinë tonë. Në fakt, sot është e premte dhe si çdo herë tjetër, kryefjala e bisedës së parë është politika. Do të jemi në minutat në vijim në një analizë të ngjarjeve politike të javës, ku sigurisht edhe këtë javë ka dominuar zgjedhjet vendore të 28 majit. Për këtë arsye, kemi të ftuar në studio zotin Ylli Manjani dhe është zëvendës ministri i Punëve Publike dhe Transportit, si dhe sekretar për çështje zgjedhore pra Lëvizjes Socialiste për Integrim. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët zoti Manjani. Sigurisht pjesë e kësaj bisede me ne do të jetë edhe drejtori i informacionit Elton Metaj, i cili është në zyrën e tij aktualisht. Mirëmëngjesi zoti Metaj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Atëherë do ta nisja bisedën me ju. Jemi kështu 6 javë para zgjedhjeve vendore. Në fakt, si po hyn partitë politike në këto zgjedhje? Si e vlerësoni ju? Qartësisht, partitë politike po hyn me filozofi të ndryshme dhe me një taktik politike sigurisht të ndryshme. Kjo është normale që është ndryshme, nuk është në një blasfemi, por përgjithsisht kemi dy grupe, që është grup për cilësinë e jetës ku jetojnë e kështu me radhë. Pra kemi dy filozofi të ndryshme, kemi dy pikpamje të ndryshme, të cilat po futen në këtë fushat elektorale për të konkuruar. Sigurisht, gjithë situata e deri sotme nuk është paraprir nga një zhvillim normal, ose nga zhvillime normale politike, siç ndodh, për fatin e keq. Zgjedhjet e 2009-s nuk qetësuan situatën politike, por e tensionuan këtë situatë dhe sigurisht fajtori kryesor për këtë ishte thjesht sjellja personale e pa arsyeshme dhe pa justifikueshme, jo legjitime, madje do thosha në disa raste edhe krejtësisht jashtë interesave të njerëzve të pra sjellja e zotit Rama, i cili nuk arriti të komfortohej me realitetin, me humbjen që ka ta ndisi vetë. E kështu me radhë, në histori të njohura, kemi përjetuar akte dhune, kemi përjetuar akte ekstreme, kemi përjetuar akte të cilat për asnjë arsye në këto 2 vjet shqiptarët nuk e meritonin, por kjo është e vërteta, kjo është fakti. Dhe tani jemi në prag të një fushate elektorale për zgjedhje vendore, përsëri me dy filozofi të ndara dhe me dy botkuptime krejt të ndryshme për mënyrën se si duan administruar qytetet tona. E në fakt, në tërësi procesi zgjedhor, dhe sigurisht aktorët politikë që të ndërveprojnë, do ta kenë të mundur të sigurojnë lirinë dhe ndeshmërinë e këtyre zgjedhjeve? Shikoni, liria dhe ndeshmëria e zgjedhjeve nuk, për fatin e mirë, nuk varet më shumë nga vullneti i partive. Çfarë dua të them me këtë është që vërtet partitë kanë një rol të madh në përgatitjen e procesit të thash. Vërtet partitë kanë një rol të madh edhe në administrimin e procesit zgjedhor, por në analizë të fundit vullnetin e qytetarëve për të votuar nuk e ndalon më njeri. Kjo është një arritje e madhe e këtyre 20 vjetëve. Së pari, së dyti, sot ka instrumenta ligjor dhe infrastrukturor të mjaftueshëm për të kontrolluar dhe për të parë të paktën se cili do që tenton të shkel ligjin, cili do që tenton të ushtroj presion apo të shkatroj një proces, qartësisht e merr fajsin, sepse standardet janë të tilla. Pra, ne kemi një ligj të shkruar dhe kushdo që sillet kundër ligjit merr përgjegjësinë e sjelljes kundër ligjit. Kemi infrastrukturë zgjedhore, siç është për shembull çështja e listave, që është çështja më e përfolur e këtyre ditëve. Janë lista elektronike, apo vijnë nga një regjistër elektronik i gjendjes civile, që do të thotë që është e pamundur që një shtetas, ose është lehtësisht i identifikueshëm që një shtetas, nëse është 2 herë në listë gjendet, dhe ai që e lë 2 herë në listë ka faj, ashtu siç është e pafalshme që shtetasi që kërkon të votojë, ndalohet të votojë sepse nuk futet në listë. Pra janë çështje të cilat elektronikisht në mënyrë infrastrukturore është totalisht e garantueshme. Ashtu siç kemi sot për shembull kartat e identitetit, që janë dokumenta elektronike, të cilat kanë element sigurie shumë të mëdha, duke filluar nga elementet biometrike dhe deri tek elementet algoritmik matematik, të cilat janë të gjitha të verifikueshme. Po në fakt opozita ka kërkesa në lidhje me përsa i përket edhe listave zgjedhore, por edhe kartave të identitetit. Pse nuk pranohen këto? Unë nuk kam shqyuar në kërkesë, për hir të vërtetës,
në ato në sjelljet e opozitës. Opozita ka një reagim, nuk ka kërkesë, ka një reagim për të në funksion të një projekti që ata kanë për të shkatëruar procesin zgjedhor. Është një projekt që dhe ky projekt motivohet qartësisht nga paniku elektoral i zotit Rama, qartësisht është. Po kërkon të marrë mandatin e 4 në Bashkinë e Tiranës, ku të paktën për këtë tretin nuk qellosi gjë, nuk bëri asgjë, absolutisht asgjë. Ka vetëm ca gropa për të krijuar idenë që po bën namin, por në fakt nuk ka bërë asgjë për qytetin e Tiranës. Ka bërë shumë, ndoshta në planin politik, ka konsumuar shumë politik në krye të Partisë Socialiste, duke përdorur bashkinë, por në kuptimin se në planin se çfarë duhet bënte në qytetin e Tiranës, po flas për 4 vitet e fundit, nuk bëri gjë. Kështu që në këtë kushte ai është në panik. Shto këtu edhe tensionin politik që ka krijuar në 2 vitet e fundit, realisht ka larguar votën e tij, votuesin që ata kanë votuar tradicionalisht. Dhe në kushtet e këtij paniku, i vetmi projekt që i mbetet, pra pasi politizon zgjedhjet, ky është faza e parë, tani faza e dytë është që do të shkatërrojë gjithçka që është e mirë. Çdo gjë që ka të bëjë me procesin zgjedhor do ta shkatërrojë. Dhe unë dhash 2 elemente, që janë lehtësisht verifikueshëm. Unë dhe për mua dhe për besoj që për shumicën e njerëzve që arrin të kuptojnë, është që karta e identitetit 1 dhe lista elektronike e zgjedhësve 2, sepse regjistri civil tashmë është elektronik, janë 2 arritje shumë të mëdha. Janë 2 arritje të cilat ne për të mirë apo për të keq na kanë zbardhur faqen në marrëdhënien me Bashkimin Evropian, ishin 2 elementë të cilën bindën Europën për të na liberalizuar vizat. Dhe tani nuk mund të themi që këto element nuk bëkan sepse nuk fiton zgjedhjet e Tirana. Kjo është absurde. Kështu që në këtë kuptim, sulmi ndaj këtyre 2 elementeve infrastrukturor, por dhe ligjor, që janë arritje dhe nuk janë të qeverisë, detyrimisht, janë arritje të shtetit shqiptar, janë arritje të qytetarëve të Shqipërisë, nuk mund t'i sulmosh. Do të ketë një kufi, ka edhe politika ka një etikë. Tani nëse e kalojmë dhe etikën politike dhe çdo gjë të mirë kemi tendencë ta përkeqësojmë, ta bëjmë të keqe, kjo s'është më politikë. Kjo është situata ku jemi. Do të lutesha regjis të kisha në këtë moment një lidhje me drejtorin e informacionit. Zoti Metaj, cili është opinioni juaj në lidhje me klimën parazgjedhore dhe mendoni se zgjedhjet vendore do t'i plotësojnë standardet? Unë isha dakord me zotin Manjane që klima parazgjedhore nuk është një klim tipike parazgjedhor që do t'i çonte zgjedhësit për të bërë një zgjedhje të qetë për të hedhur vot në tyre. Por do dohet të kundërshtoja pak ato që tha zoti Manjane për faktin kur thotë se zgjedhjet në Shqipëri nuk varen shumë nga vullneti politik përse i përket pjesës teknike. Duhet të kemi të qartë që edhe pjesa teknike është shumë e varur nga aspekti politik dhe nga vullneti politik që kanë partitë. Po të kemi parasysh që gjithçka është ndërtuar në bazë partijake, që janë KQZ-ja deri në komisionet e mëposhtme, dhe çdo gjë teknike sado e vogël me një peshë të madhe në rast se ka një vlerësim politik që mund ta kundërshtojë. Po të kemi parasysh edhe debatet që zhvillohen aktualisht apo që janë zhvilluar nga 28 qershori 2009 deri më sot, ka një ndarje të qartë partijake, pra nuk është një debat thjesht vetëm teknik, por është një vullnet politik që bën një interpretim teknik të shumë pikave që mund të ketë kodi zgjedhor. Kështu që besoj që vullneti politik është shumë i rëndësishëm për të na garantuar ose jo zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në rast se do të ishte gjithçka teknike, me një situatë do të ishte afër perfekte, por për fat keq Shqipëri gjithçka është politike dhe thash që këto zëre deri te komisionet më të vogla gjithçka është politike dhe mënyra se si interpretohen pikat ndryshme të kodit zgjedhor është shumë politike. Kështu që duhet parë besojmë vullneti politik për gjykuar më tepër se do të kemi zgjedhje të lira në Shqipëri. Në fakt, gjatë kohës kur u miratua edhe kodi zgjedhor, LSI-ja e ka kundërshtuar në fakt atë. Do t'i rikthesha sërish pyetjes nëse ai ka garancitë e plota ky kod zgjedhor për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Para se të vite kjo, dua pa diskutim të shpreh mbështetjen time për ndërhyrjen, sepse ashtu është në fakt. Pa diskutim, vullneti politik është përcaktues. Dhe unë nuk e kundërshtoj këtë detyrimisht, por përpoqja të them që të paktën janë disa standarde shtetërore që te i kalojnë vullnetin politik. Që kushdo që kërkon të bëj një verifikim, një investigim me të tash, në lidhje me procesin zgjedhor, qoftë për të parë se sa zbatohet vullneti politik, instrumentat janë. Në këtë sens, vi edhe tek pyetja juaj që a është kodi zgjedhor një dokument që garanton zgjedhje të lira dhe të ndershme? Po, është, pa diskutim që është. Nuk është kjo çështja. Tani Lëvizja Socialiste për Integrim sigurisht ka kundërshtuar jo kodin si kod, por ka kundërshtuar zgjedhjen e bërë në lidhje me sistemin zgjedhor, dhe e dyta në lidhje me mënyrën se si u administruan ndryshimet kushtetuese në vend. Janë ngjarje
shumë të mëdha këta për historinë e shtetit, apo jo, dhe nuk mund të kalonin ashtu siç kaluan për hir të vërtetës, në heshtje, në pa një proces etj etj. Kjo është situata. Megjithatë, ky është një kod që u miratua me një shumicën e kohës, pra Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në atë kohë me 120 vota në parlament i kaluan edhe ndryshimet kushtetuese edhe kodin zgjedhor dhe në analizë të fundit nuk është, ne prapë themi që për administrimin e këtyre zgjedhjeve lokale kodi zgjedhor nuk është pengesë. A do ishte mirë që të kishim një reformë pas një diskutim, do ishte mirë që të kishim një reformë zgjedhore paravrake. Sepse janë disa çështje të cilat qoftë këtë çështjen e listave që për sy e fare që duket sikur i ngre opozita, qoftë për të fiksuar disa nga problemet që mund të ketë ndonjë ambiguitet në interpretimin e ligjeve, më thash, duheshin saktësuar, pa diskutim duheshin saktësuar në avans. Por kjo nuk u bë sepse është ajo që tham, klima politike e nxitur artificialisht nga projekti i Zotit Rama për të tensionuar klimën politike, sepse kështu ai mendon që do bëj vota, kështu mendon që do bëhet kryeministër i vendit, na ka sjellë në këtë situatë që ne detyrohemi të kënaqemi me disa standarde qoftë minimale që parashikohen në kodin zgjedhor. Pra, minimalisht nuk arritëm të saktësojmë disa terma, disa momente që janë vërtet, dhe në këtë rast ishin vërtet teknike, se nuk kishim ndërmend të çelim diskutimin për sistemin zgjedhor, të paktën jo tani, por disa çështje teknike, siç është për shembull çështja roli i kryetarëve të bashkive të komunave në procesin e përgatitjes listave. E kemi ngrit ne këtë çështje. Para se ta ngrej Zoti Rama, që ngren sot dukur sikur çfarë bën. Kemi thënë që duhet shmang një konflikt interesi. Kemi paktën 2 muaj që ja themi këtë gjë. Por nuk dëgjon Zoti Rama nga. Tani i pëlqen projekti i tij për shkatrimin e zgjedhjeve. Kështu që e kam fjalën që në kodi zgjedhor është ai që është, nuk është pengesa është sigurisht sjellja, dhe jam dakord me Eltonin, sjellja politike ndaj kodit zgjedhor është problematike. Kjo është e dukshme. Në lidhje me listat e zgjedhësve, do dëshiroja të drejtohesha sërish së zotit Metaj. Duhet vlerësuar kërkesa e opozitës? Po në fakt ajo është një kërkesë shumë teknike dhe ndoshta disi e paqartë edhe për teleshikuesin. Sidoqoftë unë doja të thoja që shumë probleme teknike që lidhen qoftë me listat, qoftë me gjithçka tjetër. Në rast se partitë do të jenë pak më të ftohta, ato mund të jenë shumë më të qarta. Unë besoj që Partia Socialiste, opozita në tërësi si një aktor në këtë zgjedhje duhet të ketë aksesin që duhet për të marrë dokumentet ndryshme, lista, gjithçka që i duhet për të marrë pjesë në këtë zgjedhje. Por sigurisht që edhe ky kontakt me këto dokumente duhet të bëhet në një formë caktuar. Unë besoj se ka ligje që e përcaktojnë fare qartë mënyrën se si duhet bërë aksesin këto dokumente publike apo dokumente që mund të jenë në dispozicion institucioneve të ndryshme, por sigurisht që besoj që edhe nga KQZ-ja apo mini bashki që nuk janë të PS-s, duhet të ketë ndoshta një vullnet më të madhe për të sqaruar, jo vetëm Partinë Socialiste, por për të sqaruar edhe pjesën e opozitës që do të shkojë të votojë. E rëndësishme është që populli opozitar të ketë më tërë besim se këto zgjedhje do të jenë vërtet apo do të jenë sa më tepër të lira. Nuk është problemi thjesht për të dhënë garanci për Edi Rama, është problemi për të dhënë garanci opozitës shqiptare që të shkojë të votojnë në datën 8 maj. Unë besoj se nga ana mazhoranca ka një farë ngurtësie për ta bërë këtë, ka një farë sjellje shumë të ashpër duke parë gjithçka të lidhur me zotin Rama dhe duke mos e parë të lidhur me njerëzit që do të shkojnë të votojnë në datën 8 maj. Ndërkaq që zoti vetëm të sqarojmë këtë çështje, nuk dua detyrimisht të marr pozicion protektiv, por dua të sqaroj qartësisht pozicionin legal në lidhje me këtë çështje. Kryetarët e bashkive dhe të komunave, sipas kodit zgjedhor, kanë për detyrë të japin partive politike pjesëmarrëse në zgjedhje, e theksoj pjesëmarrëse në zgjedhje, Partia Socialiste më në fund u bind që duhet marrë pjesë në zgjedhje, u bind me vonesë, por nuk ka rëndësi kjo. Kanë për detyrë të japin listat zgjedhore, listat paraprake të zgjedhjeve dhe listën përfundimtare të zgjedhjeve. Nga të dhënat që ne kemi, si parti politike, mund t'ju them me bindje që me bindje të konfirmuar dhe ju jeni media lirë mund ta verifikoni që listat paraprake të zgjedhjeve janë dhënë zyrtarisht me shkrim, siç e parashikon kodi zgjedhor Partia Socialiste kohë më parë. Partia Socialiste dhe jo Partia Socialiste, as qytetarët e Tiranës e Shqipërisë, por Edi Rama, se nuk kam dëgjuar ne qytetarët bërtasin rrugë apo në media të thotë që s'kam emrin listë për shembull.
Nuk e thot kërkushte, po e thot Edi Rama. Jo të çështja bëhet fjalë nëse duhet bërë transferime apo jo. Po, Jo sepse ka ja, heqë ose ka shtim emrash në listë. Po, ta shpjegoj. Domethënë ideja është që ato që kërkon sot Edi Rama është që më jep listën ditë për ditë thotë ai. Më jep listën për aprakët sot, më jep listën për aprakët nesër, pastaj pas nesër e kështu me radhë, shofun çfarë zhurnimesh bën ti. Nuk është as ligjore as logjike kjo kërkesë. Aq më tepër për një kryetar bashkie që është në detyrë. Dhe nuk e kuptoj. Sepse lista Partisë Socialiste dhe ashtu si gjithë partitë e tjera u jepet lista paraprake për të parë ku janë njerëzit në terren, për të bërë verifikimet e tyre politike, më të thash për të bërë pse jo edhe saktësinë e listave paraprake. Dhe nga lista paraprake deri tek lista e fundit ka një kohë verifikimi, ka një kohë rishikimi, ka një kohë që ka dhe procedura se si bëhen, dhe në fund i jepet lista përfundimtare, që është data 7 sa i bie. Do ketë dhe një listë përfundimtare e Partisë Socialiste, ku të shikoj se çfarë ndryshimesh janë bërë dhe sa legjitime janë ato ndryshime. Pra vetëm pasi të ketë një listë përfundimtare në dorë, atëherë ka është legjitime e Partisë Socialiste të thotë që kjo listë është e paligjshme ose e ligjshme. Por në proces ti nuk mund gjykosh, se ky është proces. Tani nuk ka më vlerë lista, datë 7 maj nuk ka më vlerë lista për të ndryshuar. Çfarë ndodh? Ti nuk mund të mos administrosh sot kërkesa për ndryshimin e gjendjes civile, statusit të gjendjes civile. Teknikisht po flas. Pas PS-s ka një pikë në kod që ndalon transferimet 2 muaj përpara zgjedhjeve. Një minutë. Kjo po në listën e zgjedhjeve, po jo në regjistrin civil. Dakor, në listën e zgjedhjeve. Dakor? Kështu që mos nxitohemi që të ndalim në konkluzione paraprake. Pra ne thashë që duhet presim hapat konkret, duhet presim datën përkatëse dhe pastaj bëhen verifikime dhe ti je legjitim pastaj të thuash, shkel ligjin apo s'e shkel ligjin. Por në momentin që flasim, është spekulim. Askush nuk e di se çfarë do ndodhë. Nga ana tjetër kemi një presion. Domethënë nuk është tash një presion konkret, por është një presion që i vjen në mënyrë të natyrshme zyrës së gjendjes civile për të bërë punën e përditshme, sepse ata nuk janë thjesht dhe vetëm për zgjedhjet. Zyrat e gjendjes civile funksionojnë edhe jashtë zgjedhjeve, edhe për të zgjedhjeve, edhe funksionojnë në mënyrë të ditë për ditëshme. Ata administrojnë kërkesa, lëshojnë dokumenta, bëjnë transferime, kjo është puna e tyre. Pastaj se si këto të dhëna përdoren për listën e gjendjes civile, kjo është diskutim tjetër. Për listën e zgjedhjeve, kjo është diskutim tjetër. Por është ende shpejt që ne të dalim në një konkluzion dhe të themi që po bëhet nami, po bëhet hataja etj. Aq më tepër që nuk kemi asnjë sensibilitet nga qytetarët e këtij vendi. I vetmi sensibilitet është sensibiliteti personal i zotit Rama në Tiranë dhe askund tjetër. Sensibilitet nuk mund të ketë sepse nuk është heqje emrash nga lista, por është sipas PS-s gjithnjë shtim emrash në listë, kështu që nuk mund të shkojë në cilët në listën paraprake nuk ka një listë të dytë paraprake. Ka vetëm një listë sepse është shtuar një komshiu i tij në listë. Edhe një herë, nëse flasim zyrtarisht dhe jo në çfarë thuhet politikisht, po e them edhe një herë. Sot ka vetëm një listë paraprake që është ngrirë në momentin që është lëshuar. Në këtë listë paraprake nuk ka asnjë ndryshim, se është pamundur ta gjesh këtë ndryshim. Se pra ne quhet paraprake. Ndryshimet priten të verifikohen nëse ka, kur të dalë në listë e dytë që quhet listë përfundimtare. Kështu është ligji, kështu është rregulli dhe kështu është logjika e gjës. Ndryshe ne nuk mund të se po të rrim të gjykojmë se sa regjistrove ti sot dhe ku do i çosh ti këtë nesër, kjo është një histori që s'morën kurrë pastaj. Më kupton? Janë dy logjika që vërtet konkurrojnë, por që keq përdoren nga ai që do t'i keq përdor, për të krijuar idenë që këtu po bëhet nami. Është e pamundur të bëhet nami, sepse edhe një herë po them, regjistri elektronik është një burim shumë i lehtë për të përdorur dhe për të verifikuar se çfarë ndodh. Të di të them unë, dhe jo se e them unë, po kështu është. Dhe këtu nuk besoj që ky është problemi që duhet ngritur në këtë moment. E para, e dyta, vim tek e keqja që mund ndodhë. Sipas zotit Rama. Po shtohen njerëz, tani problemi është që një parti politike normale, në kushte normale, nuk duhet të kishte këtë problem me njerëzit. Apo jo, një parti politike duhet shkojë të ftojë njerëzit hajde të votojë për mua, apo jo. Jo, po shtohen sipas tyre në mënyrë jo të ligjshme, nuk është problemi kesh njerëz dhe njerëz. Jo, problemi me ligjin fillon dhe lind nëse këto njerëz janë 2 herë në listë. Nëse këto njerëz janë 2 herë në listë, po, kjo është e paligjshme, ta them unë sot. Po njeriu diku në listë do jetë, por se kupton tani çfarë do heqësh dorën e votës se do vin
10.000 veta 2 muaj përpara zgjedhjeve befas në Tiranë, duhet të shqetësohemi Kjo është disi. në rast se, e kupton? Është pa verifikueshme dhe është e pa Fakt që duhet merret me njerëzit. Unë po them që edhe shtimi i beft i 10.000 njerëzve nuk është një gjë që duhet kalojë edhe kaq lehtë ndoshta. Sigurisht, është një sinjal për ta parë. Të gjitha këto janë veprimet që lën gjurmë diku ti ish i bindur që lën gjurmë diku. Dhe askush nuk do ishte kaq budalla, sa që pretendon zoti Rama që do shto ka 10.000 këtej dhe do hiq ka 5.000 këtej. Nuk është kjo, është absurde. Është një diskutim që nuk e para, domethënë për kohën që është zgjedhur, kam plotësisht të drejtë unë sot paktën të them që është spekulim. Kur të dalin lista përfundimtare, do shikojmë. Në rastin e një bashkisje e Kambës ku PD-ja fiton me diferencë të madhe prej 10.000 votash. Po them një shifër 5.000 zhvendosen në Tiranë, besoj se duhet parë që shifra apo jo. Nuk është kaq i lehtë. Që koalicioni Shifrat nuk janë shumë, janë sa për të marrë shembull, si do qoftë, po në rregull, po nuk besoj që koalicioni ka ndërmend të lërë Kamzën këtë radhë, kupton? Kështu që nuk është nuk më duket që është çështje e gjetur. Realisht nuk është çështje e gjetur. Janë çështje, domethënë çështja e regjistrimit të zgjedhësve në listën e zgjedhjeve është gjëja më e thjeshtë e mundshme. Njeriu do votojë, pikë, kaq. Dhe kjo është gjitha tjera pastaj janë teknikalitete të cilat realisht nuk shtojnë as nuk heqin në një presje në gjithë këtë zallamahi politike. Njerëzit do votojnë. Kjo kështu them unë të paktën dhe kështu është standard demokratik. Nuk e shmangim dot. Ana tjetër e medaljes se kur bëhen, si bëhen dhe me çfarë procedurë, po të them edhe një herë, secili ka kokën shpatullat veta, ligji është aty. Do verifikohet kur shkel ligjit më i përgjithësi, qofse shkel, qofse s'ka shkelje ligji, pastaj. Por kjo është herët ta konstatoj. Sa kaq që të kalojmë tek KQZ-ja, është në gjendje ky institucion të mirë funksionojë vetëm me anëtarët e mazhorancës? Ky është në kushtet ku jemi, është në gjendje të funksionojë, po jo të mirë funksionojë. Realisht. Domethënë, një institucion që është gjysmak mund të funksionojë, pa diskutim, në kuptimin legal funksionon, ka një po themi mazhorancë minimale të pranueshme sa për të, si më thënë, për të administruar një proces, por në momentin që ty të mungojnë 3 antar, sigurisht që nuk mirë funksionon. Dhe nuk është faji i KQZ-s, po është faji atyre që duan që të mos mirë funksionojë. Domethënë, e gjitha kjo është një projekt politik. Duhet ta kuptojmë se nuk është thjesht vetëm KQZ-ja apo thjesht vetëm listat e votuesve apo thjesht vetëm kartat e identitetit apo kujt çfarë do dalin nesër, ëh. Është e gjitha një projekt i madh politik, një projekt për të shkatërruar me çdo kusht zgjedhjet e majit. Ky është dhe kjo është gjithë sindroma politike që karakterizon zotin Rama, jo Partinë Socialiste. Zotin Rama. Dhe kjo vjen për arsye të civiz vet personale dhe nuk ka lidhje fare me procesin. Pra, shkatron KQZ-n, shkatron tenton shkatërroj listat e zgjedhjeve, ushtron edhe unë ndaj punonjësve të shtetit. Çon deputetët që cilët fshihen pas imunitetit se vetëm kjo i ka met, se fytyrë s'kan, me thënë drejtën. Asnjëri nga ata nuk kanë fytyrë. Por thjesht fshihen pa kamen pas imunitetit edhe shkojnë të bëjnë presion me zinxhir. Është çmenduri, domethënë ta dëgjosh sot në vitin 2011, një deputet i parlamentit shkon të lidh derën e zyrës së shtetit me zinxhir. Domethënë, çfarë ti thosh kësaj tani? Proces, çfarë ti thosh kësaj? Besueshmëri, çfarë ti thosh kësaj? Çfarë lidhje ka zinxhiri i Sajmir Tahirit me listat e zgjedhjeve? Mund të ma gjej kush këtë lidhje? Me përjashtim të lidhjes perverse që kanë kokain me zotin Rama. Kaq, s'çë tjetër. Dhe gjitha kjo për ne po them është një marrëdhënie që nuk ka lidhje me procesin, që zoti Rama kërkon me çdo kusht të shkatërrojë dhe të delegitimojë çdo proces legjitim në këtë vend. Dhe këtë e bën për inat të Berishës, për inat të humbjes së zgjedhjeve dhe e bën në fakt për inat të shqiptarëve. Ai urren çdo shqiptar që nuk e voton, e urren për vdekje. Ky është problemi. Cilat janë marrëdhëniet politike mes PD-s dhe LSI-s? Në fakt janë bërë ndarjet finale të bashkive dhe komunave? Kemi nënshkruar një marrëveshje, bashkëpunimin, parim me gjithë partitë e koalicionit. Sigurisht
jemi në po themi në fazën përmbyllëse për të ndarë edhe ca element të fundit të njësive, ku do flas për kandidatët në mazhoritar, në konkurimin e drejt për drejt. Sa i takon çështjes së këshillave apo të votimit proporcional, tashmë jemi të përcaktuar që do konkurrojmë si koalicion. Është një zgjedhje logjike, politike. Sigurisht koalicionet në një sistem proporcional ose në një votim politik, në një sistem demokratik janë të domosdoshme, pa diskutim janë domosdoshme. Koalicionet kanë nevojë që të formatohen, kanë nevojë që të rriten, kanë nevojë që të shtojnë besimin tek njerëzit, të shfaqen si alternativa. Sigurisht që koalicionet bazohen tek shprehjet popullore të çdo vendi. Ne kemi një shprehje për shembull që 2 mendje është më mirë se 1 mendje apo jo. Dhe gjithmonë më shumë, sa më shumë mendje të shtohen në një veprimtari politike, aq më mirë është, pa diskutim. Çdo parti ka rolin e vet në një koalicion, është vlerështuar e një vlere të caktuar, kështu që nuk ka asgjë të keqe në kuptimin filozofik dhe politik. A ka probleme, të thoni ju? Sigurisht. Çdo koalicion ka probleme, por për faktin e mirë këto probleme janë shumë minimale dhe totalisht të zgjidhura deri në fazën që jemi, dhe tani po hym në fazën e fundit, që është faza përmbyllëse e pjesës dokumentare për të hyrë pastaj në fushat elektorale si koalicion. Ndërkaq, betejë kryesore e këtyre zgjedhjeve vendore do të zhvillohet në kryeqytet mes dy kandidatëve Edi Rama dhe Lulzim Basha. Në fakt, si versioni do të jetë kjo fushat? Më shumë një fushat betejë politike, se sa e bazuar më shumë tek nevoja dhe kërkesat e vërteta të qytetarëve? Unë di të them këtë që njerëzit tanë që do dalin në avangard të fushatës, flas edhe si Lëvizja Socialiste për Integrim, por edhe si njerëz të koalicionit, kandidatë e koalicionit, zoti Basha konkretisht, por edhe të tjerë, antar këshillash, kandidat mini bashkish, do dalin me projekte konkrete për të përmirësuar qytetin. Këtë t'ua them me bindje, sepse ka një punë paraprak e të bërë, sepse ka alternativë të diskutuar, ka konsulta me komunitetin, në gjithë të muaj që ndërkohë që zoti Rama bërtiste për hallet e veta politike, ne kemi punuar, pa diskutim kemi punuar, kemi marrë shumë mendime, ka projekte konkrete, ka edhe një plan për ndërhyrje emergjente në qytet. Sidomos në drejtim të rritjes së kualitetit jetës edhe të sigurisë jetës. Kam parasysh kalimi një rrugë nga një anë në një anë tjetër është një veprimtari e rrezikshme në Tiranë ende, për fatin e keq. Kam parasysh që ajri në Tiranë është shumë i ndotur, kam parasysh punë publike të pambyllura, për arsye që ende nuk dihen, të cilat gjitha këto janë veprimtari emergjente. Kam parasysh dhe faktin që, se shkollaj ta thuash, po mund të ndërhyet dhe do ndërhyet në disa element të shumë të shpejt në administrimin e punëve të qytetit, me idenë që vetë administrata e bashkisë të jetë një çik më përgjegjshme në raport me qytetarin. Është një projekt afatgjatë, fakt po ka edhe elemente ndërhyrjes menjëhershme. Domethënë pa dashur të zbuloj disa nga elementet, por sidoqofte ju do të dëgjoni në ditët në vijim që në mënyrën e të bërit fushat nga njerëzit tanë, koalicionit tonë, kjo do jetë gjuha. Ne nuk kemi punë me fatin politik të Edi Ramës. Këtë do ta përcaktojnë qytetarët. Ju zoti Metaj, se parashikoni këtë fushat zgjedhore për sa i përket garës Bashkisë së Tiranës? Sigurisht që do të jetë një betejë fort politike, sepse vetë emrat e kandidatëve që do të jenë në garë, zoti Rama, kryetari PS-së, zoti Basha, ministri i Brendshëm, por dhe një zgjedhje preferuar zoti Berisha, të bëjnë të mendosh se do të jetë një garë fort politike. Unë do të thosha se pavarësisht se shpeshherë shikohet se gara politike shkon në dëm të atyre që quhen kërkesat qytetarit, në situatën në cilën ndodhemi ndoshta është mirë të kemi një garë politike, po të kemi parasysh kemi një krizë politike të ashpër për 2 vjetësh dhe ndoshta ka ardhur momenti që të dy palët të bëjnë një betejë të fundit në thonjza politike, një betejë politike për të vënë përpara qytetarit, në mënyrë që qytetarët të vendosin me votë se nga është e drejta përse i përket kësaj betejë që startoi më 20 qershor 2009. Pra është mirë kemi një betejë politike për të patur një përgjigje politike nga ana e qytetarëve, për të na thënë se betejë politike që u zhvillua në këto 2 vjet ishte e drejtë nga njëra krah apo nga ana tjetër.
Unë kam frikë se qytetarët në votën e tyre ndoshta mund të shkojnë drejt një farë ndëshkimi për të dy palët, por të kemi parasysh që tensioni politik është shumë i akumuluar, është shumë i lartë dhe ndoshta kjo mund të shtojë frikën tek njerëzit për të shkuar për të votuar. Kam frikë se një masë e madhe njerëzit duke mos parë alternativa, duke parë një tension të lartë politik, do të preferojnë të rinë në shtëpi dhe nuk do preferojnë që sërish të bëhen pjesë një lojë tashe politike që ndoshta në 8 maj edhe nuk do të marrë zgjidhje. Unë do thosha vetëm kaq. Do i diku dakord me konstatime, sepse këto konstatime të një përfaqësuesit medias është shumë normale, por në qoftë se ne do hyjmë në rrethin vicioz që për fatin e keq në një mënyrë në një tjetër kemi hyrë ose hyet në mënyrë të natyrshme, sa herë ka zgjedhë njerëzit mendojnë politikisht, atëherë rrethi vicioz që ky do jetë një betejë fundit politike është një premtim që nuk mbahet. Jo, thonë po një betejë fundit politike për 2 vitet për një periudhë 2 vjeçare, po kemi një bilanc domosdoshmë. Në 2 vitet e ardhshme do kemi një betejë të vërtet politike. Kështu që kjo puna e politikës dhe politikanëve nuk mbaron kurrë. Kështu që është një histori që është më mirë që ne të marrim disa kosto, nëse është për të marrë disa kosto, hajde marrim tani, që të largohemi nga kjo përplasje politike e pa efektshme, e pa frytshme. Qytetarët e Tiranës me thënë të drejtën kanë qenë qytetarët më të ndëshkuarit nga kjo logjik. Pse e them këtë? Sepse në 2007 u ftuan të votojnë politikisht, me thënë të drejtën, dhe votuan politikisht e Tiranën, por nuk fituan asgjë në kuptimin e qytetit. Qyteti humbi. Dhe pra kemi modelin, i cili na tregon që kur votohet politikisht për një votim që s'duhet votuar politikisht, qytetari humb. Dhe kjo është një histori që në një mënyrë në një tjetër duhet marrë fund. Pa diskutim duhet marrë fund. Do ketë kohë për të përplasur politikisht. Në qoftë se Rama do ketë nerva dhe energji që të rritë deri në 2013 aty ku është, pra në krye të Partisë Socialiste, do ketë mundësi që të përplaset me Berishën. Do të përplaset me edhe zgjedhje është një zgjedhje fort politike. Edhe një herë, zgjedhjet politike për Parlamentin e Shqipërisë, për ta themi pak më shqip, kanë rrallën e vet, kanë kohën e vet. Sigurisht që zgjedhjet lokale ndërmes në periudhën e ndërmjetme janë tregues, se nuk mund ta heqim, nuk mund ta fshehim komplet rolin politik të zgjedhjeve lokale, por në radhë të parë qytetari ftohet të votojë për problemet e qytetit. Dhe unë jam shumë dakord, nëse qytetari, me atë logjikën që shtroni ju, nëse qytetarit nuk i ofrohet një alternativë për të votuar për qytetin e tij, pa diskutim që ai është i ftuar të mos votojë. Normal, sepse s'ka çfarë të votojë. Por nëse qytetari ka alternativë, ka një projekt dhe përballë këtij projekti është një projekt tjetër, unë them që kjo është një qasje shumë interesante për qytetarin, për banorët e qyteteve apo të komunave tona, që të zgjedhin më të mirin. Kjo do ishte rruga më e mirë dhe unë besoj që po ne jemi të angazhuar në këtë përpjekje. Shiko, po ti të puna për të përplasur politikisht, unë them që nuk është blasfemiare, duhet të përplasim edhe politikisht, pa diskutim. Jo me Ramën, po me këtë do përplasemi politikisht sa herë të jetë e nevojshme të përplasemi politikisht. Por le të respektojmë, le të lëmë rrallë punëve, sepse duke u përplasur politikisht vend e pa vend, e para njëherë po e bëjmë politikën e pa të pakëndshme për qytetarin, dhe kjo është një gjë e mirë. E dyta, po e bëjmë politikën gogol, dhe në kushtet e një politike gogol askush nuk fiton, as vetë politika. Dhe e treta, duhet tregosh çik respekt për qytetarin, për votuesin. Ka një rrallë për votuesin drejt që e mori. Dhe kjo është rralla për votuesin, nuk është rralla për politikanin. Sepse pse e them këtë? E them edhe për një arsye tjetër që çfarëdo që të ndodhi në këtë zgjedhje, nuk vendoset fati i politikanëve në këtë zgjedhje. Për që janë realist, sepse ku nuk u vendos... Një masë saktuar dhe mund vendoset fati politikanëve. Ku nuk u vendos në 2009 që Edi Rama kishte marrë premtim që do largohej nëse humb dhe nuk iku. Tani më fal, nga do ta marrë këtë premtime nga zgjedhjet lokale, nga do ta marrë mesazhin qytetarit nga zgjedhjet lokale. Kushto që unë vetëm marr një kosto politike, se nuk mund të kaloj pa kosto politike. Po garantoj që askush nuk merr kosto politike nëse votimi konsiderohet politik. Kjo është Shqipëria, ky është realiteti. Unë them që le të lëmë rrallë qytetarit. Ky është rralla që qytetarit vendosin për vetën e vet. Kjo është një qasje mua më duket shumë praktike dhe njerëzit këtë duan. Nëse ne duam të zgjidhim atë problemin që ju me të drejtë ngrini, që është partia më e madhe në vend, partia e bojkotit, është partia më e madhe. Pra nëse ne duam të ulim numrin e kësaj partie në favor të shtimit të numrit të pjesëmarrësve në zgjedhje, kjo është mënyra, kjo është metoda. T'i ftojmë qytetarët e këtij vendi vendosin për projektet e qytetit apo të fshatit apo të vendit ku jetojnë.
Kjo është alternativa. Në qoftë se ne fillojmë e shtojmë dozën politike, se kush është më i miri politikisht dhe kush është më i keq politikisht, se ç'a tha ky, ç'a do thotë ai tjetri, kjo është një lojë që nuk mbaron kurrë ti ish i bindur. Dhe kjo është një fakt i verifikuar në 20 vjet tashmë. Kemi qenë kështu pra në një analizë të detajuar të klimës parazgjedhore në vend dhe sigurisht për këtë do të falenderoja për prezencën e tij në studio zot Ylli Manjani. Faleminderit që ishit në studion emisionit Faqja e Parë dhe sigurisht zoti Nelton Metaj. Faleminderit. Faleminderit ju. Ne do të shkëputemi këtu miq, kthehemi pas pak, mos u ndani.